Prej 7 ditësh, nga data 9 deri në datën 15 qershor, do të zhvillohet në Dropull edicioni 5 i filmit me metrazh të shkurtër. Në një ambient, në një dekor, dhe në një atmosferë krejtësisht të ndryshme nga vitet e kaluara, qel si parin edicioni 5 i festivalit të filmit me metrazh të shkurtër. Pikërisht këtu, në një godinë historike, në shkollën 9-vjeçare të Vrisaras. Edhe në këtë edicion, frymëzimi i organizatorëve është puna me nxënësit e shkollave. Ne gjithmonë të kemi studimin tek fëmijët, tek rinia, domethënë zhvillimin e artit dhe kulturës të nxjerrim ato që kanë nga brenda, sepse mendojnë që nuk dinë. Nxënësit e Bularatit morën pjesë në festivalin e Olimpias, që është një festival ndërkombëtar që nuk e prisë mendje që do merreshin pjesë. Aty u pranoi filmi edhe i ftuan dhe ata që ishin prezent në këtë festival. Kështu që prandaj vendosëm që këtë vit jemi këtu në Vrisara. Të jemi pranë këtyre fëmijëve, këtyre nxënësve të Bularatit, që të kemë mundësi ta zhvillojnë sa më shumë artin dhe kulturën. Edhe idenë e tyre që mund të bëjnë regjisorët e ardhshëm. Juria e festivalit do të përbëhen nga artistë të ardhur nga Shqipëria, Greqia dhe Kosova. Regjizori i njohur Nikos Theodosiu është pjesëmarrës në të 5 edicionet e këtij festivali. Είναι ιδιαίτερη χαρά βέβαια που βρίσκομαι. Vi në Dropull për të 5-ën herë radhazi, ku kam qenë pjesëmarrës në të gjitha edicionet e festivalit të filmit me metrazh të shkurtër. Si vjet do të konkurrojnë mbi 40 filma, kryesisht të autorëve shqiptar dhe grek, nga të cilat do të jenë në konkurrim 33 prej tyre. Dua të shtoj se një pjesë e filmave janë përgatitur me shumë sukses, besoj, nga studentë të fushës së artit. Στους ανθρώπους εδώ. Gjithashtu, në ceremoninë e çeljes së festivalit përshëndetën kryetari i Bashkisë Dropull zoti Dimitra Ktoli, si dhe deputeti zgjedhur në gjarkun e Gjirokastës, zoti Piro Dhima, ndërsa ceremonia mori ngjyra festive nga interpretimi i grupeve artistike të zonës dhe të shkollës së bashkuar Bulerat.